Okej. Zoti Shej, si keni parë rolin e drejtësisë së re në këtë proces zgjedhor? Jo, ne, si koalicione jonë, si numri 9, djathas për zhvillimi kemi thënë gjithë një mbështetje. Edhe kur kemi qenë partijim vetëm parlament me vite, që kur është bërë kjo, ka fillu kjo histori, kisha shpresën që do ishim aktiv para zgjedhjeve. Kjo është realiteti. Por, me sa duket, edhe ato kanë limitet e veta, por gjithsesi do shikojmë, do i presim dhe këto 2 javë. Ajo, fushata falë zote deri më sot ka qenë më qetë se sa herë tjera. Mund të ketë luajtur një rol ky si punë deterrenti, prezenca e SPAK-ut e këto vjerë. Goditjet që janë bërë përpara ca grupe, po realiteti është që janë rrugëve, edhe mbledhin vote. Edhe këtë kush jeton terrenin atje për ditë e kupton fort mirë. Edhe nuk është vetëm Elbasani e Durrësi, se po thuj se çdo zonë ka nga një segment kështu. Po ato duke qenë më periferike, më pak të rëndësishme, nuk bjen shumë në si kap media, si të thuash. Po gjithandej ke nga kjo punë. Uroj që efekti i tyre të jetë sa më i vogël. Me 100 janë ato. Më radhë para të shkojnë mas para, se mas interesit parat janë këtë qeveria. Kjo qeveri ka ushqy shumë vite. Pastaj ka marrë dhe i form tjetër. Krimi organizuar, presioni mbi këtë. Nuk është më i vjetri. Kuptoti që dalin 2 rrugaç atje, kuptoj pistolet në brez. Sot një pjesë e krimit është me kostumër, është investitor. Se ka fut paret në për pallate, ka fut paret në për risorte. Do të kështu që ai kriminali që deri dje kupton që ishte rrugaçi i fshatit, sot është biznesmen, i ullet flet me ministrat, është investitore, bjet hoje, kështu që ka ndryshu kostumi i krimit. Edhe kjo e bën shpesher të pranueshëm në realitetin shqiptar. E bën biles që se influenco me 2 rrugë krimi. Me paret që ka, edhe me dhunën që ka. Është i 2 fisht. Uroj që këto zotërit e SPAK-u, jo SPAK-u, për gjithë se ne kemi dhe i prokurori që ka një 200 prokurorë, se së është vetëm për SPAK kjo punër, se SPAK-u këtu, SPAK-u atje, nuk do meret për çdo gjë. Atje t'i arrestojnë sa për para zgjedhjeve, pak të në shërbesi deterrent, të krijohet një klim që ore të shiko se si jetë pa prekshëm. Atje, të arrestojnë, bëjt sa gjese që të dukshme. Pra, unë e di që për SPAK-u ka shumë time që janë ongoing, pra kanë vazhdime. Mos nga bëj, janë diku të kretë 20 çështje. Po jo, po fushata ka dhe i gjë. Pikërisht duhet ta nisë, po erdhi 12 maj. Jo. 12 maj do bëhet një vëllim i nuk sa kanë zgjedhore nga partia permanente opozitare. Unë dalosh që mos më deformoj nesër. Se po ma deformoj nesër, më roft mua që i bërë. Tu deformije vajti deri aty sa